Fenomeni shkodran Luiz Eli sapo ka reaguar fort pas përfundimit të Eurovisionit mbrëmjen e shkuar dhe faktit se Shqipëria nuk mori fitoren e merituar. Ai ka ngritur zërin pas padrejtësisë që shtetet i bëjnë talenteve që shteti shqiptar çdo për të na përfaqësuar. Luizi ka bërtitur shumë faktin se Eurovisioni tashmë nuk është garë talentesh dhe meritash, por garë politike dhe misie. Përmes një postimi në Instagram Story, shkodrani i zemrës ka ngritur zërin kundër padrejtësive që sipas tij janë bërë Shqipërisë ndër vite në këtë kompeticion ndërkombëtar, duke u ndalur në mënyrë të veçantë tek mungesa e votave përfaqësuese për këngëtarët shqiptar, pavarësisht cilësisë së tyre. Ja se cili është statusi i Luizit pas përfundimit të kompeticionit. Ajo që pash në Eurovision ishte e njëjta histori e vjetër, pikë që shpërndahen sipas pasaportës, jo sipas performancës. Votimi në Eurovision është një valle politike, një lojë aleancash, një sistem ku miqësitë diplomatike vlen më shumë se sa puna artistike. Dhe këtë e ndjen çdo vend i vogël që guxon të sjellë diçka të madhe. Atëherë unë pyes, çfarë vlerësohet sot në Eurovision? Sa vota merr muzika dhe sa politika? Shkodra foli me zë të lirë, solli një Shqipëri tjetër, moderne, elektrike, me identitet. Dhe për këtë, s'ka pikë që na e ul vlerën. Faleminderit atyre që e kanë ndjerë shkodrën elektronike si energji, si mesazh, si shpërthim. Muzika nuk është sport ku ka arbitër. Muzika është ndjenjë dhe kjo ndjenjë nuk futet dot në kalkulime politike. Më pas ai ka vijuar me një tjetër status edhe më të fortë kur shkruan: Eurovisioni është festivali ku zëri vlen vetëm nëse vjen me pasaportën e duhur. Ne quam Frederik Ndocin, zë operistik, klas botëror. Aurela Gaçe që i tund mikrofonat si të ishin lodra. Rona Nishliu i bëri europianët të kërkonin kufit e reja nga shoku vokal. Anjeza Shahini që na përfaqësoi kur askush nuk dinte ku binte Shqipëria në harë. Juliana Pasha që po të ishte nga Suedia do kishte minimumi 2 fitore në CV. Po prap vendet e tjera votojnë njëra tjetrën si në darkë familjare, e ne rrim në tavolinën e fëmijëve me 0 pikë në pjatë. S'ka problem, ne këndojmë, ata votojnë, ne japim art, ata bëjnë politikë. E në fund Eurovisioni mbetet një konkurs ku më i miri është ai që e ka mik në rajon. Na falni që s'kemi kufi me 14 shtete. Në mesazhin e tij, Luiz Eli kritikon ashpër mënyrën e votimit mes vendeve pjesëmarrëse, duke e krahasuar me një darkë familjare ku shtetet e tjera votojnë njëra tjetrën. Të gjithë mbështetësit dhe dashamirësit e tij kanë reaguar menjëherë, por sa e kanë lexuar këtë status dhe normalisht i kanë dhënë plotësisht të drejtë në gjithçka që ka thënë, pasi edhe njëherë shqiptarët anë mban botës zhgënjehen nga Evropa që nuk ka treguar asnjëherë se mund t'i vlerësoj talentet shqiptare. Luizi u shpreh i zhgënjur që vendet votojnë njëra tjetrën si në një darkë familjare, ndërsa Shqipëria mbetet pa pikë. Sipas tij, shqiptarët japin art, por vendet e tjera bëjnë politikë. Dhe kjo është padrejtësia më e madhe që shtetet europiane po i bëjnë shtetit shqiptar që synon t'i bashkohet kësaj organizate. Me siguri edhe artistët e tjerë do të jenë shumë të demoralizuar pas renditjes që i bën mbrëmjen e djeshme përfaqësues ton shkodrës elektronike.